Mirëmbrëma të gjithëve, do t'jemi edhe sonte në Miq në RTS Korça. Do t'jemi së bashku në ekranin ton të vogël që pret dhe mirëpret me shumë dashuri miq tan. Prej gati 9 vitesh ajo është kryetare e shoqatës kulturore Korça në Greqi. Motoja e jetës së saj është çdo gjë është e mundur për të realizuar. Është absolutisht një shkrimtare suksesshme, fituese e disa çmimeve kombëtare ndërkombëtare, është hartuese një skenari filmi i cili absolutisht ka përqafuar suksesin e tij, është një bizneswoman e suksesshme. Prej shumë vitesh ajo është drejtuese një prej kompanive MNZ në fushën e modës, duke arritur kështu dhe të kaluar ambicjet e saj profesionale. Ka një moto shumë të këndshme: femra është silueta që nuk i nështrohet asnjë burgu. Se çfarë ka sjellë kësaj herë në qytetin e Korçës do të na i rrëfej sonte, jo vetëm për aktivitetin e saj të fundit që ka bërë bashkë shumë shqiptar të diasporës në qytetin e saj të lindjes, por edhe për arritjet e saj, për sukseset e saj në jetë. Elona Gjergo për herë të parë në ekranin ton. Elona, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta, Eliona. Mirë se ju gjeta. Je rikthyer në qytetin e Korçës me moton të gjitha rrugët të çojnë në Korçë. Pse? Sepse vendlindja është rënja, është baza, është ëndra, është gjithçka që të bën të kthehesh gjithmonë pas. Për sa vitesh jeton në Athinë? 25 vite. Për 25 vitesh. Dhe kjo është një punë e përvitshme që ti bën me shoqatën që drejton për 9 vitesh, pra rikthehesh sa herë që të duhet të sjellësh diçka, një frymë të re? Jo, unë rikthehem gjithmonë sepse këtu jetojnë prindët e mi, familja e bashkëshortit tim, kam një kontakt të vazhdueshëm me Korçën, jo vetëm shpirtëror, por edhe artistik. Duke qenë se prej 9 vitesh unë jam dhe kryetare e shoqatës Korça për Greqinë, jam angazhuar një çik edhe me ato pjesët kulturore ose me ato urat lidhëse të cilat bashkojnë aktivitete të Korçës me aktivitetet të diasporës në Greqi. Sa e mundur është të ngresh ura kulturore pavarësisht hapësirës gjeografike? Është e vështirë, por jo e pamundur. Dhe duke qenë se unë gjithmonë bazohem nga dëshira e mirë, domethënë pse jo, kështu i filloi gjithmonë idetë e mia, pse jo. Asgjë nuk është e pamundur. Asgjë nuk është e pamundur. Unë jam gjithmonë, kam qenë me fat që gjithmonë kam rreth meje në rrethin tim shoqëror, miq të atill të cilët jo vetëm më dëgjojnë, por dhe më suportojnë gjithmonë. Kështu që në qoftë se 2-3 mendje mblidhen afrohen e disa të tjerë, asgjë nuk është e pamundur. Cila ishte tematika e aktivitetit që sollët kësaj herë në qytetin e Korçës? Duke qenë se unë në Greqi jam edhe pjesë e një organizmi i cili quhet Literart, është një organizm që ka bërë bashkë autor, poet, shkrimtar, por edhe artist në fusha të ndryshme. Edhe duke qenë se ai organizm ka një aktivitet kulturor shumë të pasur në Greqi, mendova që pse jo të mos e sjellim dhe në Korçë. Domethënë Korçës ti tregojmë që ne si emigrantë vazhdojmë dhe krijojmë në diasporë. Plus që shumë nga anëtarët ose pjesëtarët e lidhjes janë me prejardhje nga Korça. Literarti ka bërë bashkë artist shqiptar dhe grek? Krijuesit e Literartit kanë qenë shqiptarët e brezit të parë, të cilët janë hasur me vështirësitë e asaj kohe të 92-shit dhe 93-shit. Si vjet Literarti bën 20 vjet. Kështu që ne jemi brezi i dytë të cilët jemi afruar dhe mësuam nga brezi i parë, të cilët ishin vërtet vazhdojnë të jenë, po për shkak të moshës janë tërhequr, ishin vërtet, do të them, njerëz prej të cilëve ja vlente të qëndroje pranë tyre. Emra shumë të njohur të letërsisë dhe emra shumë të njohur të artit ose të teatrit në përgjithësi. A mund të përmendim disa? Jo vetëm nga Korça. Patjetër, mund të përmendim Miho Gjinin, i cili është nga kritikët e parë, kritikët më të njohur të teatrit, tani është në
para disa kohësh kishim dhe promovimin e Mikogjinit, duke patur një bagazh shumë të madh kritikash, në përgjithësi kritika të veprave teatrale, sepse ajo është edhe fusha në të cilën ai është perfekt, po. Mund të përmend në pjesën e teatrit kemi aktorë shumë të njohur si Vefi Redhi, Merita Dambulla. Në pjesën e regjizurës neve kemi Katerina Haskën, e cila është dhe aktore dhe regjizore, Alma Zekollari, e cila është regjizore, edhe është mprejar dhe nga Korça dhe ajo. Çfarë tjetër mund të përmend? Kemi këngëtari, i kemi lëvrohen të gjitha llojet e artit. Pra bëjmë bashkë artistët të gjitha fushave, po ndërkohë interesante është se si ju keni sjellë skuadrën e futbollit Apollonia, që është e vetmja përfaqësuese e komunitetit shqiptar në Greqi. Po. Si keni mundur ta krijoni këtë skuadër? Shiko, dhe kjo ka ardhur në mënyrë vullnetare, ashtu si dhe gjithë aktiviteti ynë, aktiviteti shoqatës Korça, aktiviteti literartit, aktiviteti të gjitha shoqatave në përgjithësi, që në Greqi bëhet në mënyrë krejtësisht vullnetare. Pas një buxhet, pas një sponsor, pas një ndihmë shtetërore, do të thoja unë. Skuadra Apollonia është era e dytë që vjen në Korçë, ne kemi ardhur edhe në 2015 përsëri dhe kemi bërë përsëri një aktivitet analog si ai i këtyre ditëve. Ata janë futbollistët të cilët nuk janë profesionistë, janë amator, por janë në kategorinë e parë në pjesën e amatorëve. Ndeshje miqësore, po gjithsesi kërkohet fitoria. Po patjetër. Dhe kësaj here e rëmbyet sërish fitoren? E rëmbyem sërish fitoren dhe kësaj herë. Dhe me keqja ishte që në skuadra tjetër, me keqja, është ajo ideja që kur bëjnë këto ndeshjet kombëtare në përgjithësi të kombëtares të Shqipërisë, të kombëtares të Greqisë, gjithmonë ne shqiptarëve na bëhet pyetja, po ti më kije? Dhe thonë që okay, unë jam me kombëtaren e Shqipërisë, është normale, nuk mund të jem me dikë tjetër. Ndërkohë që unë sot isha një korçare që duhet isha tifoze normalisht me skuadrën e Korçës, ndërkohë që unë duhet të përpiqesh të ruaje ekuilibrin. Dhe ishte e vështirë që ta ruaja ekuilibrin. Gjithsesi Apollonia edhe kësaj here fitoi. Janë djema që dua të përmend këtu mikun tim dhe coachin e Apollonisë, Benard Veliu, i cili me një përpjekje personale shumë vjeçare arrin dhe e mban skuadrën e tij në atë nivel. Kemi në shumë artistë korçar që janë bashkuar literartit? Po, kemi. Në përgjithësi janë, jam unë, po është Artur Shkira, e cili është poet, Bledi Tarbicka, e cili është poet, Alma Zekollari, që përmenda dhe më parë, e cila është regjizore. Kemi korçar. Kemi, po. Ndërkohë, cili është fokusi i shoqatës që ju drejton, Elena? Fokusi i shoqatës, ashtu si dhe përkufizimi i saj shoqatë kulturore, ka në bazë, në thelb vetëm aktivitetet kulturore, por ato aktivitetet kulturore të cilat kanë një mesazh për të dhënë, të cilat kanë një qëllim për t'i arritur. Kësaj here ishte ajo diaspora në shtëpi, unë këtë titull doja t'i vija këtij aktiviteti. Dhe si u ndjet? Ishte fantastike. Ishte diçka që, neve kemi bërë shumë aktivitete si shoqat, si komunitet shqiptar në Greqi. Unë personalisht kam kështu ca idera të cilat falenderoj Zotin dhe gjithë miqtë e mi që më ndihmojnë për t'i realizuar, por sa herë vjen në Korçë, sepse nuk është hera e parë që unë vi në Korçë, është një ndjesi e papërshkrueshme. Sa i ndiqni ju gjithçka që ndodh, lajmet e fundit, çdo gjë që ndodh në Shqipëri, veçanërisht në Korçë, po flas në përgjithësi kur mblidheni në shoqatën tuaj për sa i përket gjithë aktiviteteve apo zhvillimeve të fundit që ndodhin në Shqipëri, a ka një tavolinë ku ju edhe i ndani me njëri tjetrin mendimet tuaja, por çka ndodh në Shqipëri, në jetën tonë të përditshme? Sigurisht që ne kemi takimet tona, takimet e kryesisë në përgjithësi, ashtu si me literartin, në të cilë unë jam sekretare e këtij organizmi, plus dhe në shoqatën Korça. Sigurisht që ne jemi, tani kemi dhe rrjetet sociale dhe është një mënyrë shumë e thjeshtë për të marrë të gjithë informacionin e duhur. Kështu që dhe në bazë të këtij kontakti ndoshta virtual që ne kemi me Shqipërinë, lindin dhe ide të tjera. Para një muaji ne kishim dy aktivitete shumë të
të realizuara shumë bukur, do thoja unë, në Athinë. Realizuam si shoqat Korça karnavalet e Korçës. Duke qenë se fundi i muajit shkurt përkon me karnavalet në Greqi, ne menduam që të sillim karnavalet e Korçës në Athinë. Ishte një bashkëpunim me Bashkinë e Korçës. Mi jepet rasti të falenderoj sërish sekretarin e bashkisë zotin Sotiraç Fillo, të falenderoj zonjën Zamira Kita, e cila bëri të mundur të gjithë sjelljen e të gjitha aty elementeve që bën atë mbrëmje shumë të veçantë, dhe sigurisht Bardi Pojanin, Blerta Pelliun, të cilët bën të mundur sjelljen e ansamblit, që ishte hera e parë që vinte ansambli. Ishte hera e parë që vinte ansambli atje, ishte hera e parë që bëj një aktivitet i këtyre përmasave dhe i këtij niveli, sepse aktivitete në Greqi bëhen Si mendoni se është pritur edhe nga qytetarët grek karnavalet e një qyteti fqinj? Ishte shumë, u prit shumë bukur, sepse i vuri dhe ata në procesin e të pyeturit, po ju keni karnavale, po ju si i bëni karnavalet, kur i bëni karnavalet, pse i bëni karnavalet. Edhe ishte gjitha ajo shpjegimi i... Patë mundësit njërë me disa elemente kulturore të vendit tonë, dhe kjo është një shansë dhe mundësi shumë e mirë. Ndërkohë, po vizioni mi i gjerë i shoqatës, kush është? Vizioni mi i gjerë i shoqatës, në përgjithësi promovimi i traditave ose i kulturës, të cilën ne kemi mbartur me dashur apo pa dashur në Greqi, dhe jo vetëm në Greqi, po në përgjithësi në të gjitha vendet në të cilën shqiptarët kanë emigruar. Unë kam kështu dhe ca idera të tjera, duke qenë se jam një çike e letërsisë, edhe më pëlqejnë këto se si të evidentohen figura, ndoshta figura të vogla, por që në një moment mund të bëhen emra shumë të mëdhenj. Si shoqat Korça dhe me idenë time personale, ne kemi organizuar që për 5 vjet me radhë edicionin me një varg dheja, i cili ka bërë bashkë të gjithë fëmijët e diasporës në një konkurs letrar. Ideja ime, kurioziteti imi ishte në qoftë se fëmijët shqiptar në diaspor munden të krijojnë dhe mesazhi dhe përfundimi i gjithë kësaj përgatitjeje 5 vjeçare është që ne kemi talente, ne kemi dhe për 10 vjet ne do kemi emra shumë të shquar në Europë. Kjo do thotë që është punuar fort nga prindrit edhe nga brezat që jetojnë për vitesh tashmë në Greqi, me këta fëmijë, të cilët nuk është thjesht vetëm talenti për të krijuar poezi, por nga ana tjetër na evidenton që këta fëmijë dinë ta flasin dhe ta shkruajnë gjuhën shqipe në nivele të tilla të menduarit edhe për të krijuarit. Po pra, sepse të krijosh në një gjuhë që për ata fëmijë mirë apo keq është gjuha e dytë, nuk është gjuha e parë. Ata mendojnë, shkruajnë, veprojnë, jetojnë në gjuhën greke. Ndërkohë që... Por nga ana tjetër ka përpjekje... Ka përpjekje nga ana e prindërve, por dhe ajo përpjekja dhe puna kolosale vullnetare që bëhet nga mësuesit e gjuhës shqipe. Që vetëm në Athinë ose në Greqi neve kemi shumë shkolla. Sa mund t'jetë, nëse keni mundur dot t'i evidentoni, sa mund të shkoj numri i mësueseve të gjuhës shqipe të cilat tani shumë shpejt edhe me udhëzimin e fundit të Ministrisë së Arsimit do të licencohen e u licencuan. Po licencuan 50 emra si fillim. 50 mësuese. Ndërkohë që të regjistruar në platformën e mësimdhënies në diaspor, më duket, në mos gaboj, ishin 600 mësues. 600 mësues, 50 janë të licencuar janë vullnetare. Kuptoj, 600 vullnetare, kuptoj, 50 janë aktualisht të licencuar, do të thotë që ju japin shansë dhe mundësi të gjithë fëmijëve shqiptar që ta mësojnë, ta flasin, sigurisht edhe ta shkruajnë gjuhën shqipe, dhe aq më tepër shoqata të tilla si Literart ju jep mundësinë të krijojnë në gjuhën shqipe. Kjo është një hap akoma më tutje edhe një ambicie më e madhe. Lajm shumë i mirë kjo, Elona, lajm shumë i mirë. Ndërkohë që ju jeni edhe një aktiviste për të drejtat e komunitetit shqiptar në Greqi. Ju shkruani, folët pak më parë për kritik, po ndërkohë ju vetë jeni në një farë mënyrë një kritike me artikujt tuaj. Në fakt, çfarë e shqetëson në ditët e sotme ende një shqiptar që jetojnë në Greqi? Në qoftë se do flisja për
këto përgjigjet klishe që mund t'i jepen, e para është racizmi, por mendoj se në këtë moment në 2025-ën ne pak a shumë brezi i dytë jemi shkrirë, po thuajse, në shoqërinë greke. Qa në shqetëson? Në shqetëson përditshmëria, në shqetësojnë të gjitha ato temat të cilat lëndojnë dhe rëndojnë psikikën. Unë, për shembull, personalisht jam e dhënjë çik pas këtyre temave sociale, dhe sidomos tek bullizmi i fëmijëve, tek keqtrajtimi i fëmijëve, tek keqtrajtimi i gruas. Dhe në përgjithësi ne kemi organizata shumë të fuqishme në Greqi, që janë 2 organizata të gruas, të cilat merren sistematikisht me të gjitha këto ngërçet sociale në Greqi. Dhe sigurisht që pjesa kryesore, se vëmendja kryesore është tek familjet shqiptare. Sa kanë mundur shqiptarët të evidentojnë vlerat e tyre si komunitet në shoqërinë greke? E ndjeni ju një gjë të tillë? Po, mund të flas edhe nga përvoja ime personale, por në këtë moment do flas për pjesën tjetër e cila na bën shumë krenar. Ne kemi aktor dhe regjizor shumë të famshëm në Greqi. Dua të përmend mikun tim Enke Fezolari, i cili është një nga regjizorët shqiptarë më në zë në këtë moment. Më të suksesshëm të shuhem. Po. Madje duke qenë se kam marrë pjesë në të gjitha shfaqjet e tij teatrale, mbaj mend të parën fare, e cila ka qenë një përmbledhje e Hanës, e librit të Burnesham, duke se quaj, po e Elvira Dones. Në atë ditë, në teatr, një teatr shumë të madh, kanë qenë shikues e gjithë Ajka e teatrit dhe kinematografisë greke për të parë një shfaqje të Enke Fezolarit. Dua të përmend Vefjeredhin, e cila është një aktore shumë mirë, madje ditët e fundit ajo ka pasur dhe një monodram në Tiranë, por edhe në Vlorë. Kemi Nikola Lambrun, kemi Katerina Haskën, kemi shumë njerëz të cilët janë shkrirë totalisht ju bëjnë ju të ndjenë krenar, po dhe ne na bëjnë të ndjenë krenar. Po, janë shkrirë dhe janë një me artin grek. Ndërkohë që në zhvillimet e fundit politike absolutisht që ndihen, besoj, edhe në shtetin fqinj. Sa i ndjeni ju për krahjen në fakt, se nuk është çështja vetëm e bashkëpunimit që ju keni si komunitet brenda njëri tjetrit për të ruajtur vlerat tuaja, për të promovuar vlerat e komunitetit shqiptar, po nga jashtë si e ndjeni? Sigurisht që kemi një marrëdhënie shumë të mirë, do filloj dhe nga aktiviteti i fundit, domethënë në qoftë se nuk ishte dëshira e mirë e institucionit të bibliotekës dhe dëshira e mirë e mikes time Jorida Dhambi, dhe sigurisht e gjithë pushtetit lokal që të bëjë një aktivitet si ky për herë të parë, nuk do ishte bërë e mundur. Pra, këto marrëdhëniet ekzistojnë dhe sigurisht që na çojnë edhe në kanë filluar thyen sa bariera që duket sikur na kishin vëmendje. Por na jepet çik vëmendje dhe këtë e them me gojën plot dhe më mbushet edhe shpirti. Në përgjithësi unë çfarë kam kërkuar nga Korça unë e kam marrë. Por duke qenë se gjithmonë kërkojmë diçka më tepër, domethënë të sjell një, nuk është institucion, paresh një organizëm që është një organizëm që përfshin gjithë ajkën shqiptare të artit dhe të kulturës në Greqi. Kështu që të bëje mundur sjellja e literartit në Korçë, sigurisht që donte një ndihmë, një mbështetje, e patëm, e realizuam dhe shkoi çdo që mirë. Ndjeni ju dhe mbështetjen e qeverisë shqiptare në të gjitha hallkat dhe problematikat e përditshme tuajat? Deri diku? Deri diku po. Deri diku po. Kur ka filluar të ndihet kjo? Tani unë do flas përsëri nga eksperienca ime personale, dhe ndoshta jam edhe me fat që unë nuk i humba kur kontaktet me Korçën, kështu që sa herë më është dashur që si përfaqësuese e shoqatës ose si përfaqësuese si antare e komunitetit shqiptar në Greqi të kem dashur të bëj një aktivitet këtu, mua gjithmonë më janë hapur dyert. Kështu që do të thoya që pushteti lokal ka qenë një përqafim i gjithë ideve që kanë ardhur nga Greqia. Më shumë keni ndjerë për krahjen e pushtetit
Totalisht, për krajë të pushtetit lokal. Pushteti vendor. Ndërkohë, Elona, absolutisht përveç artikujve që ju botoni, ju keni ndërmarrë edhe nisma shumë interesante të realizimit të panaireve në Greqi. Panaire të cilat në fakt kanë promovuar shkrimtar, poet dhe shkrimtar shqiptar të cilët jetojnë në Greqi. Si e keni ndjerë, se është përqafuar kjo jo vetëm nga shqiptarët që jetojnë aty, po pse jo edhe nga komuniteti grek? Panairi parë shqiptar, panairi parë i librit shqiptar në Greqi është bërë në 2015. Përsëri ka ardhur si ide nga unë, nga ajo dëshira e mirë për t'i bërë të gjithë shkrimtarët ose poetët shqiptar që jetojnë në Greqi bashk. Sigurisht që nuk do ishte bërë e mundur në qoftë se unë nuk do kisha mbështetjen e Federatës së Shoqatave Shqiptare në 2015, sigurisht që në qoftë se nuk do ishte ndihma shumë e madhe e mikes time Birkena Qama, që tani ajo është edhe kryetare e lidhjes e literart, ishte një panair i cili pati një sukses shumë të madh, ka qenë i hapur për një javë rresht dhe kishte shikueshmëri, kanë ardhur shumë njerëz edhe ata të cilët nuk i lidhte diçka letërsia, po thjesht nga që ishte ideja që ishte i panairi i parë. Ishte shumë i suksesshëm. Sa mund të ketë qenë numri i autorëve? Shqiptar, gjithmonë shqiptar kanë qenë. Po, sepse ishte totalisht për pjesën shqiptare. Në mos gabohem, duhet të kenë qenë 47. 50 diku atje duhet të kenë qenë. Ky ishte panairi i parë i cili në fakt bëri bashk shkrimtar dhe poet të cilët jetonin në Greqi. I bëri bashk në një panair. A keni menduar ndonjëherë që pse jo të bëhen bashk shkrimtar grek dhe shqiptar? Do ishte një ide e mirë dhe si e mendoni, do të përqafohesh edhe nga pala tjetër? Besoj se do të ishte një ide shumë e bukur, duke qenë se shumë nga ne veprat e tyre i kanë përkthyer edhe në greqisht, kështu që në përgjithësi në këto panairet që bëhen edhe në Greqi, ne marrim pjesë sepse duam që të mbështesim miqtë tanë që kanë përkthyer veprat e tyre, dhe në për këto kioskat e panairit sigurisht që duket ajo përqafimi dhe nga ana e lexuesit grek dhe interesimi i madh që një shqiptar, neve kemi në Greqi Telemak Koça, i cili ka marrë edhe në vitin 2014 ka marrë një çmim kombëtar, kështu që kemi me çfarë të mburemi në Greqi, kemi me çfarë të mburemi, me çfarë letërsie me nivel të mburemi lexuesit grek. Unë do të kthehem pas në kohë, Elona, atëherë kur ti ke pasur dikur një pasion shumë të madh për gjuhët e huaja. E kjo të kanë nxitur pastaj që të studiosh për gjuhën angleze, po vite më vonë ndoshta intuita e të mësuarit të gjuhëve të huaja të perfeksionosh edhe greqishten. Studimet e larta i ke ndjekur për? Anglisht këtu në Fanoli. Në Universitetin Fanoli. Po, letërsi angleze. Dhe je larguar në Greqi me një bagazh kulturor, të themi, dhe kjo për arsye sepse u lidhe fort që në vendlindje, që në qytetin tënd të lindjes, ku kreve dhe studimet e larta fort me poezin, po jo vetëm, i kete i kaluar për masat duke sprovuar veten edhe në skenë si aktore. Lakurish me violin. Ka qenë një i pari dhe i vetmi rol? Jo, nuk ka qenë i pari, ka qenë i dyti lakurish me violin, duke qenë se unë kam qenë në gjimnazën e gjuhëve të huaja dhe për herë të parë në atë kohë kur unë kam qenë në vit 4, organizohej konkursi i shkollave të gjuhëve të huaja me një pjesë teatrale. Kisha fatin e madh, që regjizori i atij teatri ka qenë Naum Torova. Unë kam dalë aktoria më e mirë atëherë, ishte një shfaqje e cila u luajt në shqip edhe në anglisht. Ishte një shfaqje e cila u dha për 3 net me radhë. Këtu është dhënë në Maqedoninë e Veriut, po edhe në Tiranë ku neve morëm edhe kupën. Pra ishte hera e parë debutimi tim në skenën Andon Zakoçajupit. Dhe pastaj i madhi Lazi Serbo më zgjodhi për të qenë pjesë e lakurisht në violin me një kast të mrekullueshme aktorësh të cilët unë thjesht i admiroja. Unë isha shumë e vogël atëherë. E vogël, nuk kam qenë e vogël, kam qenë 19 vjeçe.
por gjithsesi ishte një eksperiencë fantastike. Dhe po nga qyteti i Korçës, je larguar sërish edhe me një bagazh, të themi artistik, për sa i përket poezisë. Je dashuruar me poezinë, je dashuruar me atë çka në fakt vetë arti që është në ajër në këtë qytet. Unë shkruaj vetëm poezi, do më thënë kam shkruar vjersha, pastaj sepse kalon nga faza vjersh, poezi dhe pastaj gjitha këto zhanet e tjera. Unë jam një adhuruese poezis, edhe pse shkruaj, kam marrë pjesë në shumë konkurse, kam fituar në shumë konkurse, por nuk e marrë akoma mundimi që unë të botoj një vepër me poezi. Ndërkohë që e kam sjellë një formë tjetër, poezinë. Tashmë sprovuar në prozë më shumë. Nuk e di, ndoshta ndihem më komode në prozë, ose poezinë e quaj tepër personale. Edhe akoma ndoshta nuk dua që ta ndaj me të tjerët. Fati të çojë të jetosh, tashmë për 25 vitesh jeton në qytetin e Zotave, të Olimpit. Atë që ne kemi përfituar herët duke lexuar tragjeditë greke, aty ku mendojmë në atë malin e madh të Olimpit, ku mendonim se jetonin perëndit me funksionet dhe rolet e tyre, shpeshherë të krijonin idenë e qenieve njerëzore që mbronin duele të ndryshme. Pra, të gjitha këto të kanë ardhur kaq bukur, pasi je mbushur me art dhe frymëzim nga Korça, sa të ka frymëzuar ty qyteti i Athinës? Tani në qoftë se do t'i referohemi krijimtarisë time se sa më ka frymëzuar qyteti i Athinës, do të thoja që ne vetë brenda ne shkryem ata zotat e vegjël ose të mëdhenj, të cilët vazhdojnë dhe kryejnë atë luftën, ashtu siç është në Olimp edhe brenda nesh. Frymëzimin unë e kam gjetur në përgjithësi në marrëdhënie njerëzore, në marrëdhëniet sociale. Prandaj dhe qëllimi im në të gjitha veprat që unë të shkruaj të bazohem në ngjarje të vërteta. Dhe sigurisht që Athina, Korça, e gjithë bota ka një mori kaq të madhe ngjarjesh, ka një mori kaq të madhe gjërash sekretesh të cilat duhen thënë, duhen demaskuar, dhe pse jo të bëjmë në një farë mënyre zëri i heshtjes të dikujt. Është një autokritik apo një kritik që ti bën shoqërisë me romanin tënd Kur i lëm ëngjëjt të vdesin? Kur i lëm ëngjëjt të vdesin është romani im i parë dhe ishte përpjekja ime e parë. Autokritikën do thoja se e kam bërë në librin tim të dytë, 6 gishta e gjysmë, i cili ka në fokus në brendinë e saj ka Korçën në shumë dimensione. Duke qenë se unë shkolla gjuhëve tuaja ka qenë dikur 94-99 në lagjen famë keqe të ateshme të Radanecit, duke qenë se ajo shkolla e gjuhëve tuaja kishte edhe një konvikt vajzash dhe djemsh të cilën vinin nga rrethet e ndryshme për të studiuar. Unë jam fokusuar shumë tek ajo pjesë nga ndjesitë e mia, por edhe nga ngjarjet që ndodhin atë kohë. Mos harrojmë që në 97-ta ishte një goditje shumë e madhe për shoqërinë shqiptare dhe aq më tepër për provincën, sepse ne jemi një provincë. Atje është një kritik të cilës unë i bëj Korçës, i bëj Shqipërisë, i bëj sistemit asaj kohe, sepse shumë vajza dhe shumë djem atje ishin të pambrojtur. Shumë vajza të cilat jetonin në konvikt keq trajtoheshin nga të fortët në thonjzat e atëhershme, por edhe gjitha ato ngjarjet që rodhën pastaj me 97-ën dhe me gjitha ato trazirat e 97-ës. Ajo po është një kritik për Korçën. Në fakt ju jeni autore 5 romaneve të vlerësuara me çmime ndërvite dhe ne o t'i prekim e radh Kur i lëm ëngjëjt të vdesin, që është romani i parë i Elonës, 6 gishta e gjysmë për cilën sapo folëm, Skizofrenia, Bisha prej Qelçi dhe Spektrum. Të 5 romanet bartin suksese specifike. Po, është e thënë e tillë. Po sidomos një roman që është roman për fëmijë, Bisha prej Qelçi, të cilin ju keni guxuar e keni përkthyer në gjuhën greke. Jo, në gjuhën greke është përkthyer Spektrum,
Bisha Priqel që është akoma në procesin e përkthimit. Dhe duke qenë se ishte edhe ishte pardi, ishte dita ndërkombëtare e librit për fëmijë. Bisha Priqel që ka qenë vërtet ka qenë sfida ime parë e të gjendurit një rritur në psikozën e një fëmije. Ishte i vështirë për të shkruar. Si mund të shkruash një roman për fëmijë? Duhet të kuptosh ti e vetë nën. Dhe sigurisht duke në procesin e rritjes së fëmijëve të tu, besoj ke filluar dhe ke kuptuar botën e tyre, po sa e vështirë është që të shkruash për këtë botë? Është shumë e vështirë sepse fëmijët janë kritik shumë kritik, do thoja unë. Ndërkohë që ai libër flet kritik pa kompromis. Po. Prandaj thash janë kritik, domethënë që nuk kanë përkufizime. Duke qenë se ai libër flet për bullizmin, flet për pedofilin, flet për një internet pa kontrolluar dhe gjithë ato sfida që ne si prindër kalojmë në rritjen e fëmijëve, po në një rritje të shëndetshme të fëmijës. Ishte e vështirë për mua sepse do më vura veten time në pozicionin e një fëmije dhe duhet të mos haroja se si kam qenë unë e vogël, por të mos krahasoj se si është një fëmijë në këtë kohë. Janë dekada shumë të ndryshme, sfida shumë të ndryshme, si nga prindri, por edhe nga fëmija, ka qenë e vështirë. Dhe kjo është një nga gabimet në fakt që ka filluar deri diku të eliminohet nga prindrit e sotëm krahasimi që ne bëjmë i proceseve të fëmirisë tonë dhe fëmirisë të fëmijëve tanë. E megjithatë, pavarësisht se është në procese sipër, libri është përqafuar në shkollat shqiptare shpeshherë për të trajtuar edhe si biseda letrare, ndoshta sepse tematikat që ju prekni aty janë shumë aktuale dhe shumë sensitive për publikun, siç është ajo që përmende bullizmi. Ndërkohë në festivalin mbarkombëtar të këngës për fëmijë, ju keni guxuar edhe do t'i rikthehemi sërish librave sepse ju keni fituar çmime shumë të rëndësishme me to, po do të ndalem pak meqense jemi duke folur për fëmijët, keni guxuar edhe për të sjellë fëmijë të diasporës shqiptare në festivalin mbarkombëtar të Shkodrës dhe për t'i bërë pjesë të këtij eventi kaq të rëndësishëm. Në fakt ishte hera e parë që ndodhte në këtë festival apo ishte kthyer në një ritual që dhe fëmijët të diasporës merrnin pjesë, mund vini nga Italia, nga Greqia, nuk e di, në këtë festival? Unë duke qenë se kisha marrë pjesë në festivalin e fëmijëve në Korçë me një tekst timin dhe kënga përsëri jepte kështu disa mesazhe sociale, thash pse jo një fëmijë nga diaspora të mos marrë pjesë në festivalin e Shkodrës. Festivali i Shkodrës është festival kombëtar. Kështu që nga eksperienca ime kur ne shkuam me Brisilda Korën në Shkodër, atje shikoj vërtet fëmijë të talentuar dhe fëmijë që vinin nga të gjitha vendet e Ballkanit në të cilën flitej shqip. Ishte një sfidë shumë e madhe, Brisilda ishte një zë brillant, një zë fantastik, por kishte disa ngërçe të cilat ne nuk arritëm të çliroheshim nga ato kthetat e këtyre ngërçeve dhe Brisilda nuk mori dot pjesë si konkurrente në festival, por ishte thjesht si këngë përshëndetëse në festival. Ndërkohë që ne përsëri marrim pjesë, kjo është një surprizë e bukur për Korçën, do marrim pjesë në festivalin e tanishëm në Korçë. Si konkurrent? Si konkurent, po, dhe është me tekst nga unë, por me muzikën nga Spartaktili. Nga Spartaktili. Shumë e bukur. Cila është tematika që trajton kënga? Mund zbulojmë diçka? Ka përsëri një mesazh social. Nuk e di në qoftë se doni që t'ja lëm surprizën festivalit. Në rregull. Dhe vajza ose djali që merr pjesë? Është vajzë? Vajzë, po. Është vajzë. E kemi nga qyteti i Korçës apo e kemi shqiptare që jeton në Greqi? E kemi shqiptare. Shqiptare që jeton në Greqi, ju urojmë shumë suksese. Gjithsesi, është kënaqësi dhe krenari që fëmijët tanë
kanë ditur në fakt të ruajnë gjuhën shqipe dhe siç e tham pak më parë, të guxojnë të shkruajnë poezinë gjuhën shqipe dhe aq më tepër vinë dhe të konkurrojnë njësoj si fëmijët e tjerë shqiptarë në festivale të tilla mbarkombëtare, prandaj jo vetëm fëmijëve të diasporës shqiptare që jetojnë në Greqi, ju urojmë suksese, po të gjithë atyre që guxojnë dhe që vinë edhe nga vende të tjera ku kemi shqiptar dhe kemi boll shqiptar. Po tani duam ndalim në një moment tjetër sepse ju keni mundur, ndoshta unë do të quaja ndër të paktët shqiptar që keni mundur të fitoni një çmim shumë të rëndësishëm në një festival filmi ndërkombëtar në New York, filmi Lugatka. Do të ndalem pak përpara se sa të flasim për këtë film. Në fakt, Elona është hera e parë që vjen një intervistë ekskluzive kështu gjerësisht në ekranin ton, prandaj unë dua të ndalem në këtë festival për të kuptuar dhe për publikun kush është në fakt New York True Venture Film Festival. Është një ngjarje që në fakt i kushtohet fuqizimit të filmave të pavarur, një festival i cili ndan për kushtimin dhe pasionin për të sjellë filma të pavarur, të shkurtër, të plot në ekranin e madh, duke u dhënë kështu mundësi ideve të reja të krijuesve inteligjent dhe unik, si dhe audiencës mundësinë që të vlerësoj artin e tyre. Këtë vit, për shembull, ky festival do të shfaqet nga 16 deri në 18 prill dhe data 19 prill do të jetë nata finale që do të ndajë edhe çmimet e gjithë konkurrentëve. Në fakt, kategoritë që konkurrojnë në këtë festival janë filmi më i mirë artistik, filmi më i mirë i shkurtër, dokumentare më i mirë artistik, dokumentare më i mirë i shkurtër, skenari më i mirë, video më i mirë muzikore dhe animacioni më i mirë. Tani e bëra gjithë të parantezë për të kuptuar se si kjo Korçare ka mundur të hyjë në një festival të tillë e jo vetëm po dhe të rëmbë një çmim. Me filmin Lugatka, që ishte film me metrazh të gjatë? Me metrazh të gjatë, po është një film me metrazh të gjatë, është një film ndryshe. Në zhanrin artistik quhet cine poetry, sepse është një gërshetim i poezisë me kineman dhe me muzikën. Ka qenë një ide, unë e kam parë këtë lloj, këtë profil të tillë nga Altin Sula, i cili ka qenë drejtues dhe ideatori i një platforme që quhet Scriptus and Sonus, dhe bënte disa poezi në këtë mënyrë. Dhe unë thash, pse jo, ne të mos bëjmë diçka më tepër. Dhe në këtë mënyrë u përzgjodhen disa nga poezitë e mia dhe u bë një miks kaq magjik edhe i bukur, sa askujt nga ne nuk i besoj, sepse është një zhanër i cili është shumë i vjetër, e vërteta është kjo, por dhe shumë i panjohur. Dhe të arije në festivalin ndërkombëtar të New Yorkut. Kujt ja besove poezit për interpretim, Elona? Ata ishin 4 persona të cilët interpretonin poezit e mia dhe janë profesionist në fushën e tyre. Edhe nuk e di, domethënë unë e kam pasur ende në fakt që Lugatkën ta shfaq në Korçë, por deri tani nuk është bërë mundur. Dhe ndoshta në një të ardhme të afërt, pse jo, mund ta shijoni nga afërt. Jam e bindur që pas kësaj interviste do të ketë interes. Absolutisht, ne jemi pres. Dhe si arritet të hyje, pra ti aplikove për të qenë pjesë e këtij festivali? Po, është një lloj aplikimi që bëhet në të gjitha festivalet ndërkombëtare, e cilat janë platforma të shumta, platforma shumë serioze dhe shumë profesionale. Normalisht nuk e prisja kur që të fitoja, sepse vetë zhanri i paraqitur në atë festival dhe në përgjithësi si ide cine poetry është diçka e parahur dhe që njerëzit thonë, ok, çfarë është kjo? Thjesht duhet të kesh dëshirën e mirë që ti të rish e ta shikosh e të marrësh vesh se çfarë është ajo. Edhe atje unë kam disa element të Korçës, disa xhirime janë bërë në Korçë, kështu që ishte surprizë për mua sepse unë nuk e dija. Unë thjesht kam parë materialin e fundit, i cili ishte i përfunduar, dhe kur kam parë që disa xhirime ishin bërë edhe në Korçë, sigurisht. Ti je vetëm skenariste e këtij filmi? Unë jam autorja e filmit. Autorja e filmit. Ka pas nevojë për një grup të gjerë filmi për të realizuar, që do thotë cilët janë? Në radhë të parë ishte producenti, duhej një producent, duhej një sponsorizues i cili ta merrte përsipër realizimin e diçkaje që është e çuditshme, kaq e panjohur dhe kaq që të vjen në atë sensin e kuriozitetit se çfarë është kjo. Dhe dua të falenderoj këtu meqense më jepet mundësia dhe zotin Fatos Mustafa, i cili ka qenë producenti i filmit, dhe pastaj Altin Sulaj, bashkëshorten e tij, të cilët bën të mundur skenarin, regjinë me gjithë pjesën tjetër me stafin për të realizuar këtë film.
Ne të urojmë shumë suksese, nuk e di nëse ke ndonjë ide tjetër në thonjza të çmendur për të marrë pjesë sërish me skenare të tilla? Shiko, unë pas fitores dhe pas marrjes të çmimit. Se të rëmben euforia pastaj, pse jo, për të marrë pjesë edhe në festivalet të tjera. Po, pas marrjes të çmimit unë kam patur fatin dhe nderin që të jem në vitin e tretë që unë u njoha me këtë lloj festivali, unë kam qenë edhe antare juri e festivalit. Dhe duke qenë se unë jam e fushës së shkrimit, mua më janë dhënë të gjitha materialet, skenar, skripte, ese, të gjitha më janë dhënë mua, të gjitha ishin anglisht, diskutohet, për të bërë përzgjedhjen e duhur nga syri i shkrimtarit. Ishin 2 filma. E privilegjuar dhe në këtë rast, po, që do thotë antarët e tjerë të jurisë ishin nga vende të tjera të botës. Ishin nga vende të tjera, po ishin me një eksperiencë shumë të madhe në fushën e kinematografisë, nuk ishin asnjë lidhje me eksperiencën time dhe me atë bagazhin që unë kam si autore. E mira ishte që edhe atje u korë përsëri një sukses nga një film shqiptar. Të urojmë shumë suksese. Faleminderit. Pse jo, besoj në të ardhmen edhe me një film tjetër, nuk do ishte keq. Kam projekte, kam. E mirëpresim lugatkën tënde në qytetin e Korçës. Jam e bindur që do të jetë shumë shpejt një surprizë për publikun e Korçës. E thash që në minutat e para të këtij emisioni që femra në sytë e Elonës, e kësaj artiste është pa diskutim një imazh i lirë, që sipas Elonës dhe perceptimit të saj nuk mund të jetë kurrë e futur në një kafas. Në fakt, fole pak më përpara se edhe si aktiviste vazhdimisht i referohesh mbrojtjes figurës së gruas. Po, patjetër. Gruaja për mua është heroina, është alfa, është aja dhe zhëja e ekzistencës së njerëzimit. Dhe duke qenë se gruaja shqiptare në përgjithësi ka pasur ato tabut e veta, ka jetuar në një shoqëri patriarkale dhe për të dalë nga kthetrat e këtij fenomeni nuk ka qenë e thjeshtë dhe vazhdon të jetë e vështirë për shumë gra në zona shumë të thella rurale, por edhe në gra të cilat për fatin e tyre të keq mund të jenë bashkëshorte të disa njerëzve të cilët vazhdojnë akoma të jetojnë në bazën e kanunit ose në bazën e idesë që buri bën komand, që ti duhet të bësh çfarë thot buri, ti duhet të dalësh nëse buri të jep bashkëshortit ta jep këtë lej. Unë këto fenomene, duke qenë se jam vetë nga natyra një femër e lirë, duke qenë se vetë jeta ime jam rritur në këtë ide e të qenit të lirë dhe e të bërit të gjërave të drejta, duke u munduar të mos gaboj, sepse të gjithë bëjmë gabime, e rritur nga 2 prindër të mrekullueshëm, e rritur nga një baba i cili ishte i lumtur që bëri 2 vajza, dhe nuk interesonte në qoftë se do kishte një pasardhës mashkull ose jo në familjen e tij, duke pasur një bashkëshort i cili mua botën time të brendshme ma ka respektuar dhe ma ka lënë të lirë, e vetmja gjë që mua ka qenë si një thirrje që mua më është dhënë që të flas për gruan, të flas për të gjitha figurat e saj, të flas për të gjitha rolet e saj dhe pse jo të demaskoj të gjitha ato që shoqëria i ka si ngërçe. Elona, si ka mundur dot, sepse ju jetoni për 25 vitesh në Greqi dhe sigurisht për fat keq ne kemi dëgjuar edhe raste ekstreme të dhunës së grave shqiptare nga bashkëshortet e tyre, raste të cilat ndoshta edhe vitet e fundit kanë ardhur vrutshëm në mediat shqiptare të trajtuara. Çfarë bëni ju konkretisht, domethënë pikërisht për ta mbrojtur të figurë të gruas edhe në Greqi, pra gruan shqiptare? Shko, vetëm këtë vit janë vrarë 2 femra shqiptare. Është për të ardhur keq, sepse vjet janë vrarë 3 të tjera. Nuk e di, do të thënë që në momentin që dëgjon, vrasja e një gruaje është vrasje, por kur dëgjon edhe prejardhjen e saj, ndoshta të dhem një çik më tepër. Në fakt duhet të dhimbte një lloj, po okej, neve sido që të jetë kemi atë pjesën e adetarizmit dhe të patriotizmit që na ndjek. Kështu që
Çfarë të bëjmë? Kemi organizata, kemi 2 organizata shumë të fuqishme në Greqi, të cilat merren posaçërisht me zgjidhjen e problematikave që mund të ketë në gratë. Ndihmojnë jashtëmase gratë të cilat ndodhen në një farë mënyre në pozicione shumë të vështira. Kanë atë mënyrën ose informacionin për t'i drejtuar se ku mund të shkojnë që të marrin mbrojtjen e tyre. Nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme, nëpërmjet thirrjeve të ndryshme. Sa e vështirë është t'i bësh bashkë gratë shqiptare në qytete kaq të mëdha siç është Athina, apo pse edhe qytete tjera ku jetojnë ato? Nuk është vështirë. Nuk është vështirë. Jo, nuk është e vështirë sepse gratë shqiptare më në fund, si e them unë kështu në gjuhën e thjeshtë, më në fund u zgjuan. Kështu që nuk është fare e vështirë që ti mbledhesh, nuk është fare e vështirë që të flasësh me to, të ndash dhe të dëgjosh eksperiencat e tyre, dhe në këtë mënyrë shumë prej tyre janë bërë edhe shembuj shumë të mirë për të dalë një pjesë tjetër e cila nuk guxon që të dalë nga këto kthetrat patriarkale që thash pak më parë, dhe për të shpëtuar, sepse një grua nuk është vetëm grua, është dhe nën. Dhe në përgjithësi fëmijët që rriten në ambiente toksike të këtij lloji, dihet se çfarë probleme do të kenë më vonë. Pa diskutim që modeli që ata shohin çdo ditë do t'i shoqërojë gjatë një jetën e tyre. Mirë, më vjen mirë që përpiqeni me gjitha hapësirat, mundësitë që ju keni aty për t'i bërë bashkë të gra edhe për t'i sensibilizuar për të mos lejuar dhunën që ndodh ndaj tyre, aq më tepër pastaj edhe të akteve makabre që japin fund jetës së një gruaje. Elona, ne do të flasim sërish duke ju parë tani një këndvështrim tjetër, po dua t'i bëj me dije publikut që nuk të njeh për gjitha çmimet që ju keni mundur të fitoni si shkrimtare. Kështu me romanin tuaj Kur i lëm ëngjëjt të vdesin, jeni vlerësuar me çmimin Sotira Andoni. Skizofrenia është vlerësuar me çmimin Faikonica, 6 gishta e gjysmë, skenarin e të cilit ose subjektin e të cilit pak a shumë Elona e ndau me ne, ka qenë kandidat për çmimin Ismail Kadare. Në vitin 2011 Elona ka mundur të fitojë çmimin e dytë në konkursin Jul Variboba dhe një vit më pas ka fituar çmimin e parë. Dhe në vitin 2015 është padur shkrimtarja e vitit në Greqi për komunitetin. Në vitin 2018 është vlerësuar me çmimin e parë në konkursin e poezisë për diasporën. Ju ndërkohë keni marrë pjesë vazhdimisht edhe në konkurse poezie në rang ndërkombëtar, ku jeni vlerësuar me çmimin e tretë edhe në gjuhën greke. E lëvroni poezinë edhe në gjuhën greke, dhe kjo është, pse jo, nder e krenari, jo vetëm për ne, po besoj pa diskutim edhe për komunitetin grek. Mirë, po ju nuk jeni vetëm një artiste, jeni një artiste nga e cila ka lindur edhe dëshira e madhe për të bërë biznes. Shiko, unë jam në fushën e biznesit, por nuk është një biznesi imi, unë jam drejtuese ati biznesi. Nuk është kaq i lehtë menaxhosh një biznes? Jo, shumë e vështirë. Është shumë e vështirë. Kam fatin që të punoj për një kompani që është kompania numër 1 në fushën e modës, kompania numër 1 nga greke në fushën e modës, me ato sfidat e saj, me ato streset e saj. Elona, si është të kalosh nga fusha e artit në fushën e menaxhimit? Se më duken dy kahet kundërta. Edhe menaxhimi është art më vete. Kështu që unë mundem që ti përputh dhe ti bashkoj të dyja, duke qenë se edhe në rolin e drejtueses ka shumë pjesë në të cilat unë përdor artin tim. Kështu që më duket nuk e humba, sepse gjithmonë njerëzit më pyesin që po kur arrini bën gjithë këto gjëra, sepse kam një orar pune që nuk ka orar. Kështu që më mbetet shumë pak kohë për veten time, por duke qenë se unë e gërshetoj shpirtin tim letrar edhe në aktivitetin profesional, më mbush. Më mbush edhe gjë. Ja ke dalë në të fushën e gjerë të biznesit një shqiptare të menaxhoj një kompani? Po. Jam edhe them me krenari. Si ndihesh ti mes drejtuesve të tjerë që nuk janë shqiptar? Ndihem një lloj, dhe pse jo, kur e marrin vesh që unë jam një shqiptare në një kategori kaq të vështirë dhe kaq, sepse në fusha e modës ka një konkurrencë të tmeshme, një konkurrencë e cila ti duhet të jesh një hap përpara gjitha problemeve dhe një hap përpara gjithçka që mund të ndodhë. Elona, cilat janë vështirësitë e para të menaxhimit të një kompanie mode? Të është dashur ty të investosh për veten tënde në këtë pjesë? Ka qenë shumë e vështirë, sepse në momentin që mua mu dha ai rol, unë nuk pra t'u besua ai rol. Mu besua ai rol, unë nuk kisha absolutisht asnjë lloj eksperience.
Isha në nivel tjetër, në fushën e modës, por në një nivel tjetër. Do të kam qenë manaxhere në një kompani shumë herë më të vogël se sa kompania ku punoj tani. Një sfidë shumë e madhe, një besim shumë i madh nga shefat e mi, sepse unë kam 5 shefa. Një besim shumë i madh dhe një sfidë shumë e madhe edhe me veten time, në qoftë se unë si një shqiptare, sepse nuk e kam mohuar kur që jam shqiptare edhe pse greqishtën e flas shumë mirë, ajo sfida brenda meje që shiko se unë duhet t'u vërtetoj këtyre që bën mirë që ma besuan këtë vend pune, por në radhë të parë ti vërtetoj vetes time që mundem t'ia dal edhe në këtë lloj vështirësie. A ka konkurrencë në menaxhimin e kompanisë, pra a ka të themi gra të tjera me cilat ti të duhet të bashkëpunosh gjatë punës tënde, ndjen ndonjë frym konkurrence? Unë duhet të bashkëpunoj, edhe një drejtues është një lider, them unë, dhe në qoftë edhe që ti jesh një lider i mirë, duhet të kesh edhe atë grupin e punës ashtu siç duhet. Kështu që nuk jam do të thoja që nuk kam konkurrencë sepse jam lider ati grupi, por dua të them dhe të theksoj që është shumë bukur kur ti punon në grup, sepse përdor të gjitha vetit më të mira të secilit për të patur pastaj një rezultat shumë të mirë. Prandaj dhe të gjitha aktivitetet kulturore të cilat janë totalisht vullnetare, në qoftë se nuk do ishte puna në grup, nuk do realizoheshin. Kështu që unë këtë veti mundem ta menaxhoj shumë mirë edhe në pjesën profesionale, por dhe në pjesën humanitare. Mund ta ndajmë publikun, është kompani e cila punon në fakt vetëm në territorin grek apo edhe shkon edhe përtej? Jo, nuk është një kompani. Është e shtrirë dhe në Europë dhe në Afrikën e Jugut. Deri në Afrikën e Jugut. Kryesisht janë veshje? Janë veshje për gra. Veshje për gra, që do thotë veshje kryesisht të gjitha... Janë veshje të gjitha të përditshmërisë, të jetës së përditshme, të një femre, duke filluar që në mëngjes në qoftë se ti do të shkosh të pish një kafe dhe deri në diva e mbrëmjes. Deri tek diva e mbrëmjes. Një kompani që besoj qarkullon miliona euro. Po. Mirë, ne turojmë shumë suksese, më vjen mirë që të kanë besuar edhe besoj se me vullnetin edhe me korrektësinë që ke në punë do ja dalësh të vazhdosh. Prej sa vitesh të kanë besuar këtë detyrë? Jam 8 vjet. Prej 8 vitesh, e besoj do të zgjat. A mund të jetë kjo një spunto që pse jo në të ardhmen të ndërmarrësh vetë të kesh një biznes tëndin, se zakonisht kështu ndodh kur fiton eksperiencat kësaj natyre? Nuk e di, nuk më ka kaluar ndonjëherë në mendje të kem diçka timen. E di pse, sepse duke qenë në brendësi të problematikës që ka një biznes, dhe është një biznes i atill i cili ka një xhiro shumë të madhe vjetore, duke qenë brenda në stresin dhe në gjithë menaxhimin e kësaj gjëje kaq të madhe, nuk do doja që se në fundit unë jam një punonjës atje, edhe pse kam atë post që kam. Unë në fund të ditës mbetem një punonjëse. Kështu që nuk do doja që atë stres ta kisha stresin tim. Mbetesh një punonjëse që të kanë besuar një pozicion shumë të rëndësishëm në këtë kompani dhe të urojmë suksese. Por nuk ka mjaftuar vetëm kjo, Elona Gjergo ka guxuar, ka provuar të hyjë thellë në analet e politikës. Ke tentuar 2 herë ti jesh kandidate për Këshillin Bashkiak në bashkinë, unë do ta lexoj kështu siç mundem unë, por ti do të më thuash se si duhet lexohet. Korydallos. Është Korydallo, po. E diesh nuk do ta lexoja mirë. Pse? Pse ke tentuar të hysh në politikë? Do ta them sepse kjo është një histori shumë e bukur dhe është nga ato histori që ne shqiptarët, duhet i themi, duhet i shprehim sepse në fund të gjithçka ato mbartin një histori dhe historitë duhen thënë. Unë jam bërë pjesë e një platforme politike në qytetin ku unë jetoj për 25 vitesh në Korydallo, për arsye sepse personi i cili kandidatonte për kryetar bashkinë atë kohë ka qenë ai njeri që mua më ka ndihmuar
në një moment shumë të vështirë të jetës time, në kohën kur unë duhet të fusnja vajzën time në kopësht. Ishte viti 2001, ne si shqiptar akoma atëre nuk ishim as numër personal, nuk kishim këto siguracionet vetjake të cilat japin mundësi që ti të regjistrosh fëmijën tënd në një kopësht shtetëror. Thjesht i kam trokitur një dere e cila mu hap, edhe ai personi i cili mori përsipër që të regjistronte vajzën time në kushte që nuk ekzistonin për të regjistruar, një moment ishte kandidat për kryetar bashkie. Dhe unë me shumë dëshirë doja që të isha pjesë e gjithë asaj fushate elektorale dhe të jepja atij njeriu aq sa mundesha dhe mirënjohjen time në radhë parë. Kështu, do me kjo ishte ideja e përfshirjes sime në botën politike të Greqisë. Ty përpos faktit të mirënjohjes se doje në një farë mënyrë të ishe edhe le të themi një lloj shpërblimi që do t'i bëja atij njeriu. Çfarë të tërhoqi tek platforma e tij elektorale që pastaj të nxiti për të kandiduar 2 herë për të qenë antar e Këshillit Bashkiak? Përputhej shumë, platforma e tij elektorale përputhej shumë me idealizmat e mia. Kështu që nuk kisha fare pikpyetje nëse mund të bëhesha pjesë e atij grupi, sepse ishin 82 antar për Këshillin Bashkiak. Nuk e pyeta veten dyer nëse duhet të jem pjesë e kësaj gjëje ose jo, që në momentin që më përputheshin totalisht ato bindjet politike, por edhe bindjet sociale me atë grup njerëzish. Pra platforma në aspektin social ishte shumë herë më të rejse për ty. Kur herën e parë pra arrite të futeshe, të ishe edhe kandidates, edhe ndoshta edhe të jesh pjesë e kësaj liste gjatë të kandidatëve nuk është kaq e thjeshtë. Ti ishe një shqiptare. Shiko, ka qenë nga rastet e para në Greqi, kam qenë unë. Bëhet fjalë në vitet? Në vitin 2015. Ka qenë viti i parë në të cilën ju dha mundësia shqiptarëve që të jenë pjesë e platformave politike, siç janë zgjedhjet lokale në Greqi. Kam qenë unë atë radhë, ka qenë Vefi Redhi, e cila është një aktore shumë e njohur që e përmenda pak më parë. Domethënë kemi qenë nga femrat e para të cilat jemi futur politikës për arsye të ndryshme. Edhe besimi që na është dhënë nga ata profesionistë për të qenë pjesë e tyre. Megjithatë nuk arrite dot të merrje kuotat e mjaftueshme për të bërë pjesë atij parlamentit vogël, të themi, në atë qytet, në atë zonë, po megjithatë tentove sërish për herë dytë. Tentova sërish për të dytë dhe e di cila është e bukur e kësaj gjëje, domethënë në fund të gjithçka, në fund të çdo maratone, kur ti arrin në finishi, edhe në qoftë se ti nuk vjen me një fitore, përsëri është një fitore shumë e madhe e gjithë rrugëtimi dhe gjithë ai bagazhi që ti ke marrë nga ky udhëtim. Pra, në fund të gjithë kësaj fushate është, të themi, të dilje me integritet. Po, e para dhe e dyta, unë tani kam dyert e hapura në atë bashki, sepse të cilët më kanë mbështetur në shumë aktivitete të cilat kam kryer unë si shoqat, por edhe ambasada shqiptare në Greqi. Domethënë janë hapur direkt dyert që në momentin që unë kam ngritur thjesht një telefon. Pra, ka qenë një besim që ata më kanë treguar mua, por edhe ajo kimia jo kimia, ndoshta unë isha një nga shembujt që shikose edhe ne shqiptarët mund të qëndrojmë një tavolinë me ju. Puna e përditshme që ke bërë për ta përmirësuar veten tënde çdo ditë më shumë edhe që të ka rritur pastaj vetbesimin. Ke menduar të tentosh për herë tretë për të vazhduar? Ja. I ke shkëputur marrëdhëniet me linjën politike? Po. Por nëse do të bëni një propozim sërish të tillë në Shqipëri? Ja. Më kanë thënë që jam një diplomate shumë e keqe, sepse jam shumë e drejtë për drejtë dhe gjithmonë flas pa dorashka, dhe duke qenë se jam një diplomate shumë e keqe, nuk mund të merrem dot me politikë. E megjithatë, ke guxuar, ke provuar, nuk je tërhequr. Elon, ne të urojmë shumë suksese pavarësisht. Pyetja ime fundit është, kur e mendon Elona Gjergo të rikthehet në Shqipëri, në qytetin e Korçës, pse jo, edhe përfundimisht? Unë kam prindit tu dhe unë e vizitoj bashkë me familjen time, familjen këtu, pothuajse 2-3 herë në vit.
Do doja të jetoja në Korçë. Madje edhe sot në një bisedë që kam pasur me një person publik këtu në Korçë, më duhet ta përmend, e kam shprehur që unë qoftë se nuk do të kisha ikur atëherë, jam shumë e sigurt që diçka do i kisha dhënë Korçës. Megjithatë, kam zgjedhur këtë mënyrë që t'i jap Korçës në një mënyrë tjetër, duke rënë çik 360 gradë dhe jo në mënyrë direkte. Kam dëshirë të kthehem në Korçë, jo së shpejti, por një të ardhme të mundshme, pse ja. Më thej që nuk do pranoj asnjëherë të bëhem pjesë e politikës shqiptare, por a i ndiqni zhvillime politike? Sigurisht që i ndjekim. Sa interes kanë shqiptarët që jetojnë në Greqi për t'i ndjekur zhvillimet e fundit? Shumë. Shumë dhe jemi bërë një pjesë shumë e mirë. Do të thënë, po përputhemi me këtë me gjithë këtë përpjekje shumë të madhe që po bëhet kohët e fundit në Shqipëri, ndihet shumë edhe në diasporë. Do flas për Greqinë sepse asaj pjesë i përkas. Jemi goxha të interesuar dhe goxha mbështetës. Unë të falenderoj, të uroj shumë suksese në gjitha iniciativat e tua, të falenderoj në fakt që arrin të mbash ndezur zjarrin e patriotizmit dhe dashurin për gjuhën shqipe tek të gjitha brezat. Të uroj shumë suksese edhe si lider në kompaninë ku punon edhe për pozicionin e mirë që të kanë besuar, ashtu si kurse të uroj shumë suksese edhe në familjen tënde të bukur. Ti je nënë e 2 vajzave. Po. Të uroj shumë suksese, ju uroj shumë suksese vajzave, por edhe ty si nën, si grua. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit Eriona, ishte një bisedë shumë e ëmbël dhe shumë shpirtërore për mua. Falenderoj. Faleminderit. Ne ishim në një intervistë të veçantë me zonjën Elona Gjergo. Ju falenderoj që edhe sot zgjodhët ekranin ton për të na ndjekur. Sigurisht bashkë do të rishihemi me të tjera personazhe në ekranin ton, në ekranin e Radio Televizionit Publik Shqiptar.